Kisha menduar ta mbaja për vete këtë vendin, ama nuk rrit dot pa ju a thënë. Philly cheesesteak është i vetmi në Tiranë dhe sjell një produkt unik të bërë në mënyrë perfekte. Po e hap ta provoj sepse mezi pres të ha jam shumë i uritur, është thjesht perfekt. Këtu ka qep të karamelizuar, 100% mish viçi dhe djath. Kafshata e parë. Vetëm shikojeni pak se si duket. Nuk kam fjalë çfarë kombinimi perfekt që është. Paninja pastaj është një paninë specifike që përdoret vetëm për Philly cheesesteak, nuk është një paninë e thjeshtë që mund ta gjeni kudo dhe vjen nga Amerika. Është e thekur nga jashtë, po është aq e butë, nuk e keni idenë, është si pambuk. Për ata që pëlqejnë gjërat pikante, mund ta merrni edhe në versionin pikant sigurisht. Tani pse quhen animal style? Këto janë patatet skuqura, por sipër kanë çdo gjë që ka sanduiçi brenda, kanë edhe jalapeno turshi sipër. Nuk di si t'ju a shpjegoj, sepse duhet ta provoni vetë. Nëse doni të ndjeni dhe shijen pikante, këtu është edhe jalapeno. Kjo është copë shumë e madhe jalapeno. Duhet më thonë se ku i marrin për bërësit kaq të mirë gjitha. Nëse bëhet ndonjëherë një sfidë se kush ha më shumë Philly cheesesteak, unë jam i pari që marr pjesë. Philly cheesesteak e gjeni tek rruga Sulejman Delvina, po ashtu edhe në Wall. Më jepni mendimin tuaj kur t'i provoni në koment. Ciao!